duke lidhur me pyetjen që të bëra, do të thotë që ju vini aktiv sepse jo vetëm që keni shkolluar dhe keni marrë një profesion si avokat, por edhe gjeni, thoj ti, lot rolin e vet. Po gjeni kështu se kel mend do të thonë kel me mend. Allah ju mundin me kënë 100%. Po, absolutisht. E kupton, tash avokat të shikoj se ke nostalgji për Kelmendin, po mund të flasësh për ato meritat kryesore të Kelmendit, ndoshta pjesërisht. Shkolla e ban njerin inteligjent. Lexon gazeta tjetër. Po urti nuk nep. Ata të partë tonë, ata kanë burra turt. Në veri, po bifja, ata kanë inteligjent. I urtë si ka thonë kush në botë. Allah që i thot i urtë është më zvet. Tash, ata tonë që janë kanë të urtë. Inteligencë janë kanë se s'kan ditë me lexuar me shkrua. S'kan ditë me shkrua, po besën kanë ditë me majt. S'kan ditë me lexuar, po sa kanë këshyr, kanë ditë tekstualisht. Tash, a kanë një çoban edhe kanë veti pyetje të tillë, cilat janë gjërat më të rëndësishme që ka njëri në jetë. I ka thënë buka, pushka dhe pena. Okej, nëse tash në krah tjetër, a kanë një në Oxford, edhe ai të marrua PhD-n. In political science, nëse. Edhe ai se më thonë kite atë temën formimi i shtetit, krijuesi i shtetit. Edhe në fundit se më thonë conclusion që kite ashtu, 3 shtyllat janë ushtria, industria edhe shkollimi. Okay? Tash, ku përballohen këto? Ky, çobani ynë, këta malok që na kanë gjujt, okay? Ky çobani ynë, edhe ai që çoban ka dhe Shqipëria nga jugu. Po them kështu e kupton. Po tash këto ku përballohen? Okay. Buka është industria. Pushka është ushtria. Pena është arsimi. Në njëjta gjë. Ky ka shpenzuar 5 vjet në librari, e ky ka ditë prej jetës. Atje në Kosovë kanë gjëra shumë interesante. Ka dek një burrë se më thonë ai fis a shkrep hisja. E tash ata se më thonë kush më marr tokën e kështu, e kupton tash secili e kam dash më fort baba më nena. Edhe ka thonë okay. E kanë riçvarrua, e kanë marrë ashtin, edhe e kanë vënë kështu 45 gradë tuja. Okay, ose 90, nëse. Kanë thonë ju 3, hajdeni këtu, edhe bjerë gishtin këtu e kanë çpuar me gjilpan. Tak, edhe gjakun në asht. I pari ka shkuar si vaj në ujë. Edhe i dyti. I treti, sa ka ra ka pi. Okay? Tani, kjo që i përdorin këtu DNA është e njëjta gjë, në formë tjetër, pa është e njëjta gjë. Ajo, rast një ashtu, të kishë qua këtu, në kampanijet më të mira në botë, 100% njëjtit rezultat kishë me pas. Tash, kjo është urtia. Atëre, ata të partë tonë, me thonë drejtën, ju se janë kanë trime e kështu, për janë kanë shumë turtë. Edhe nuk janë se i thonë vetë, këto i thonë historiantë. Atje në Kelmen, në ato kohë që kanë jetu me kanon male, tegre, e kështu, në Kelmen, gjakmarrja, e që pa ka ndohë që vetëm se nuk ka kënë non-existent. Okay? Trimni e Kelmenit e kanë thonë gjithmonë, edhe e kanë thonë qerdhje e armiqve të saj është Kelmeni. Tash, janë shumë zona tjera, për shembull, Turku, kur s'ka shkel këtu, bam, këtejna nejna. Okay. Kelmeni, kur s'ka kalon ushtar, kur s'ka pagu taksa, kur s'ka kanë mercenar, po tash si ka mundësi se Leshi i Zi vrau Marko Boçarin. Shka lypi Leshi i Zi atje, ai si kanë tret berret me shkua deri në Greqi. E kupton, s'po them ashtu bëhet që në përgjithësi, ose njëri katolik për shembull e pas emrin Pasha. Veç po vi fjala, e kupton, po sa për ata tash jo janë kanë në malë, nuk janë dashur malë, ajo kat. Po plavën e Agostin për shembull, ashtu aty, e tjetër. Kur janë fjala historie përsëritet. Cila pjesë përsëritet?
gjërat mira kur s'përsëriten, janë kësijat që përsëriten, se të mira nuk përsëriten. Tash, për ata është mirë me ditë historinë, se edhe jeta kështu në përgjithësi është tepër e shkurt, mi bën të tana gabimet e me mësuar prej gabimet tua. Po, ai urti e sheh gabimin atë, bam, a bën kështu, që mos mi bën, e kupton? Avokatina juve për disa viteve jeni edhe kryetari i shoqatës Kelmendi. Cili është qëllimi i hapjes të shoqate, cilat janë aktivitetet e saj më kryesore? Tash, qëllimi i saj pikërisht, e qenë qëllime mundin me kemë, po qadra, që është, të gjitha janë narta, është trashëgimia. Historia, trashëgimia, gjuma, kultura, një është palci jo, një tapia që kena. Ko me tira njerëzit kanë shkua, kanë skalitur në ngurë, kënena, me rujt historinë, na e veshim historinë, gjëbleta, pikë. Plisi, përbi fjalla. Gjuhën që kena na, lene që thonë ata kojshit kënena nena, gjuhën që kena na është living fossil. Na si popull jena a living fossil. Pik, edhe po nuk e dim. Se kjo në puna tash. Jo se e di vetë, po unë di që jam i bindun që ashtu ashtu. A du të me kënë gjytar ose historian mi pas e qenë diploma për shembull, se tash përshkoj të ai që bani të Oxford. Tash, i gjallë i shembull shumë e vogël, kur delen mal, për shembull, nis me ra shi, okay, tingullin që i bana e na i thom shi, s'ke nevoj me kënë gjitarë në punë, që gjitarë. Po tash, edhe për çdo ditë, se cili studim që i del, vetëm e konfirmon këtë punë më shumë. Po grades për shembull, deri tash kanë tonë në Zvicër. Kjo, vendbenimi më i vjetër. A dolin po gradec? Jo dolin po gradec, po doli lët herë më shumë sa kanë në Zvicër. Gjuha jonë, për shembull, është a zinxhiri pak putën. Tash, kur thonë ka 2 dialekte, nuk ka 2 dialekte. Nuk ka, se me pas 2 dialekte, cilin janë trungu. Ja, është gjuha gegnisht, dialekti janë tosk. Pik. Tash, po kjo është, edhe kjo punë, pse nolli? Tash, me kësyrë këtë, sa me njof shqiptarin, ma mirë lexoje armikun, se ata tundë. Ishte një kite shku në Rusi, edhe i thonë, u qëdite se të tanë flishin gjermanisht, si ka mundësi, duhet me di gjuhën e armikut. Po, tash, edhe na, tash me njof shqiptarin, shko lexo armiqë tonë, edhe ata të regojnë na, kushtina pikrisht, ai historiani shkja thot, kërkosh nuk e çkatron shqiptarin si shqiptari vetë. Edhe që ndolli, e prunin në verin atë. Pse prunin, ka tilin matë që eksiston. Sepse, kërkosh nuk mundit me shkatrua shqiptarin si e ka ashtu. Një ta burrë që i ka vra, për shembull. Fishta, i të 5 vetë dekon për para pse e treti vorët. Se aje ka pasën men që historia vazhdon me mua, marrën me mua. Tash, e ka vra për calin me shok. Që, ushtëria e sultanit s'ka mujt një vra. Ushtëria e shkjallë s'ka mujt një vra. E kupton? Edhe ndolli, që titër ndolli? Standardi i gjuhë, pse ndolli kjo? Jo se kjo lufte e klase është për mua baraz me zero. Nuk ka diskriminim me luftë klase. Okay? Lufte e klase për ta, ai njëj që është i rrezikshëm për mua, sin kjoft ka shi, sin kjoft në vërmor, sin kjoft në kolispol, nuk ka dallim. Edhe kjo, të gjuma, pse ndolli kjo? Jo se averiu e juge janë mocihana ata. Sepse unë besoj se ajo kanë pjesë të programit për shembull që me kputa ata pik. Tash shoqata ç'është? Shoqata është i këtë trashëgimi tonë që e kena, okay, që ne kanë mohua 50 vite. 50 vite. Jo tonën, po të ato tjerat, po ne pikrisht sidomos në Kelmend po vi fjala se alla jo betejë gjëra që ka ndodhur për shembull, automatikisht është pjesë e sajna. Tash, i këtë trashëgimi po vi fjala na, po se majtme për shembull jena shua për gjithmonë. Pik. Edhe a gjinaf, sepse me pas bota jeta hero që kena na. I të gjumë, jeto tesha, jeto gjana që na i marrin për granted, e kupton tanë bota kite me ditë. Tash, unë i kam një babat e nanat për shembull kur flasin me fëmijë. Okay? Ju nuk dini se s'kena pas buke, se ma thonë në fundit u thonë fëmijëve you're taking it for granted. Okay? Po nga ana tjetër tash, këto historinë, kultura, gjanat këto që i kanë këta print, janë të i take for granted dhe lezdin. E kupta është njëjtë, a pashyra kjo. Right? Tash,
suksesi i saj është që, sot 20-30 vjetë për shembull, që me shkua të ëllë me pari njën këtë punë të vazhdua akoma. Me këshyrën Balkan, jena vetëm nërë që jena shtetë komë. Të gjitha të tjerë që janë shtetë fetarë. Shtetë fetarë që në më thonë, në shtetë ortodoxe. Pik, i ka kriju Rusija si ambasada. Tash, pse jena në shtetë komë? Se shqiptari është mi tabela. Që në më thonë ata? Besoj se besa e Zotit, a kenë para se kanë ardhë fenat. Që më thonë, këtë e kena pas për para, besimtari na kenë gjithmonë, edhe sot, fetarë si na kenë korë. Tash, ti vend tabelë qëfar dush. Tash, edhe nga ana politike, tash, a je maj, a je djath, a je kështu, zëtni, të mëse me tabelë, unë jam i drejtë. E përdojnë, që menon, se ka me votuar gjithka që janë shtë djatë, gjithka që janë shtë majtë, atërë ka i probleme. Aji politikani thote, në kjo se ti bjen do kërtë me mua 55%, të ma në votën. Në kjo se bjen do kërtë 90%, zotini shkët e psikologjia. E përdojnë, tash, edhe kjo, tash, në Shqipni e kam vune e po bifjala, këto kafe që janë. Jo, nuk shkoj të filani se kanë klanin, ose nuk shkoj të filani se ka topin. Nëse e kupton tash, ajo do me thonë për shembull karakterin e njerit. Po këtu në Amerikë, në Shqiptarë, që në do? Po këtu në atje, po edhe këtu ndodh kjo. Tash, fatkesia me male është, se dhe këtu në Amerikë, ato ndodhë si soj balkanizimit, e kupton, që e në të pashyrë, e ma i menë të restoranti i vlaut. Tash, kur hinja të mreni të i televizore, ishën 2 njërë në 2 atje. Po tash, kjo e rrideri të dera, edhe të përbali të Fox News. Po atë i të CNN e kjo i të ESPN. Po tash, nuk shikoj kënena nena, po vetëm kështu drejt. Edhe, po vi fjallë gati ka ardhë në Amerika në atë punë, edhe u këthy mrapa nuk ashtohi. Kjo është, jo smunje, po kjo është smunja e komit kjo. Tash, se edhe Amerika si shtet me shikua, është gati në formë si Shqipnia, për shemë. Ska nësi, qëfar fete, qëfar komet, e kënena, jina Amerikan mi të gjitha. Edhe në, si Shqiptar, ska nësi, në Shqipni ma shumë bela kenjerë që besojnë në shtriga se janë fetarë të manë. Ska nësi, për shemë, katolik, a mesi mana feja, pa feja, kënena, një gjo, e ke komet mi ta, 100% jenë në regull. Tash, edhe kjo politika, edhe këtu, e kam muri, në ato komente kënena, shqiptari me thonë, jo nuk votoj për ta se është demokrate ose kjo në republika. Ajo është qmendurime. A menon ti se e kanë me pas këta ndorat punë. Puna është na me pas i zanë, e kupton? Me pas i zanë, po bi fjalla. Për qese komtare, që është mi këtë të gjitha. Për tjetër, e kupton? A kini pasaj në ambicie për të marrë pjesë dhe juve në garën politike këtu në Amerikë? Jo në Amerikë. Në Shqipëri, do një? Unë, një gjë, nuk kanë të qëka që i kam menu thellë, po me më thonë nesër, këthejnë Shqipni të në pa ministrin e jashtme, thonë, ja, fali me nërë, nuk e duba. Mene, krye bashkjak, mayor, qysh nesër. Edhe, pse e thëmë këtë punë? E thëmë këtë punë për shumë, nuk ka shtumë, se prapë, na si kom bujmë për titulla për gjana. Një gjë, më artë ofisi, unë titullin e kam atë në korniz, edhe s'pe thëmë për ashtu, po thëmë se është e rëndësishme. Thot, jurist doktor. Nuk e reklamoj atë punë.